Spari, do të thënë, në bazë kritereve që ju përmendët. Po, kriteret i trajton grupi i punës. Nën kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë, Luciano Bocci, deklaroi se partia ndodhet në një fazë riorganizimi, në përputhje me statutin, duke cilësuar situatën si një normalitet të domosdoshëm. Ai theksoi se deputetët janë nxitur të afrohen më shumë me qytetarët dhe t'i angazhojnë ata në protesta. Sa i përket garës për kryetar, Bocci konfirmoi se ajo është e hapur dhe pritet të ketë kandidatura në vijim. Sipas tij, kandidati i parë është aktualisht Sali Berisha, ndërsa kushdo që plotëson kushtet statutore mund të kandidojë, megjithse ai nënvizoi se partia nuk duhet të hapet pa kriter. Ai shtoi se nuk ka pasur manipulime në zgjedhjet e brendshme të PD-s. Bocci e konsideroi kritikën e brendshme si pozitive për shëndetin e partisë, duke përmendur edhe përvojën e tij në një garë lokale si shembull të funksionimit të demokracisë brendshme. Ai gjithashtu shprehu ambicien për të rikandiduar për postin e nënkryetarit. Në lidhje me diskutimet për ndryshime statutore dhe propozimet e Ervin Salianit, Bocci theksoi rëndësinë e ruajtjes së parimeve bazë. Për mundësinë që Saliani të kandidojë për kryetar, ai u shpreh se vendimi i takon strukturave përkatëse që verifikojnë kandidaturat, duke preferuar të mbetet korrekt dhe institucional në qëndrimet e tij.